te qendrat e votimit ka një lloj arkitekture të frikës. Po. Që thot në hyrjet tyre rrin gjithë ditën e ditës persona që në dukje janë halabak, ose në dukje janë kriminal, ose komuniteti i njeh si njerëz që kanë bërë krime. Unë mbaj mend një diskutime me një vëzhgues të një partie tjetër, i cili më tregonte një video nga dita e votimit, dhe më thoshte, ja ky filani thotë që rrjedh gjithë ditën te dera, thotë ky para disa vitesh ka vrarë njërin. Edhe të gjithë e dinë që është vrasës. Nuk e di çka ka ndodhur, si ka dalë në liri e kështu me radhë. Mirë, po ky rri gjithë ditën tek dera e qendrës votimit. Dhe kjo bëhet me qëllim në mënyrë që njerëzit kur shkojnë të votojnë të krijohet psikoza e frikës. Thonë, ç'm duhet mua të votoj me vullnet lirë kur kush e di çfarë të gjen. Nuk ose ndodh ndonjë incident. Se po ndodh incident do të thotë që situata ka agravuar një hap më tutje. Krijohet një kontekst ku ti si qytetar, sidomos kur nuk je shumë i formuar, kur je dhe pa krah, si thon, ke frikë dhe thua ç'm duhet mua, mbase po votoj për partinë pushtet.